Ballkani është përdorur nga fuqitë e mëdha gjithmonë për fuqi si zonë lufta. Pra për të justifikuar bankierët financimin e luftrave që do të vdisin disa. Ne mund të themi çfarë duam që serbët e bën luftën e parë botërore, sepse na intereson ta themi, po në të vërtetë serbët ishin paq viktima, Varburgët. Ishin paq viktima sa gjithë tjerët, për shkak se City of London e përcaktoi fatin e gjithë perandorive për shkak të judejve. Ky është të thjeshtë. Ajo që unë duhet të kujtoj për Spiro Kalin dhe Belindën është fakti që nuk ka një konflikt midis Ramës dhe Spiro Kalit. Pra Rama nuk e ka vrarë Kalin e vet. Thjesht e ka futur stall për ta ruajtur. Sepse furia e një Belinde Donik kanë ardhur gjermanet me na tredh Donik. Duhet me ba diçka Donik. Duhet me ja fut vetit. Tani Spiro Kali. E un tash po ta fus ty. Spiro Kali, në këtë vështrimin tim, është futur në stall. Pa. Rama ja ka bërë qartë Spiro Kalit mungesën e alternativës. Belinda në momentin që bën një tërheqje institucionale, pra lëshon karriken me konsensus, pasi presioni ka shku nivelet ekstreme, radikale. Me fjalë Belinda, do të shpjegoj edhe punën e Belindës, që s'ka faj në një pikë, se luhet me jetën e saj këtu, në kuptimin literal të fjalës. Jetën e saj. Belinda. Po, me jetën e Belindës luhet. Do ta shpëtojmë jetën e asaj. Jo, po them ajo, po lufton për jetën e saj. Po lufton me thonjë. Dhe i ka boll thonë për vërtetë, jo thjesht ato që nxjerr televizor me sajesa. Nuk mund të arrijë Spiro Kalin që të gëzoj pushtetin e vetëm në një qeveri anonimesh. Apo ja. Pa kur qeveria është gjithë anonim, s'mund të ketë një person me peshë. Shumë e rëndësishme kjo gjë. Pse ka Spiro Kali peshë? Sepse është Kali i Kaligulës. Jo vetëm aq, po Spiro Kali ka dhe një aleancë me Ramën, ka dhe një aleancë me Erion Velien, që të dy Jo, se ka me Velien. E ka valla, unë di që e ka. Janë luftë jetë me ata. Ti se mamën historinë ajo laxues me Spiro Kalin? Di që janë aleancë. Jo. Gjo Altini se i di ca gjëra. Spiro Kali nuk ka qenë e preferuar Erion Velis në luftën e Freshit. Vitet 2010. Se jam arkeologjik unë, e di ti. Kthehem 20 vjet para kur analizoj diçka. Spiro Kali ka aleanca të tjera. Po Spiro Kali ka mirë me judejt. Mbashni. Do duhet më tarë. Është ndryshe ta ketë mirë me juden, ndryshe të jetë dërkuci atyre. Është dërkuci atyre, shabat gojim është ajo. Jo, këtë ta ke sigurt. Problemi qëndron që Rama nuk mundet dot të bëj kompromis me Belindën, duke qenë terren të lirë Spiro Kalit. Se di çfarë terreni i lirë është pastaj? Kë i shitet të gjithë tjerëve si vazhduese e partisë. Kjo do jetë nesmja, kupton logjikën. Sepse ekziston realisht një projekt i Sorosit në Shqipëri për Spiro Kalin dhe Jorita Tabaku. Fiksoj këtë fjalë që po them sot për të parë, se i ke surprizë. Ka një projekt Sorosit për Jorita Tabaku në krye të PD-s dhe Spiro Kalin në vazhdimsi të Ramës, për aq kohë sa Rama mund të mos jetë. Dhe si një rrugë i dytë i Ramës. Kjo e ka turbuar Belindën në raport me Spiro Kalin. Dhe një nga gjërat që ka koncesionuar Rama, pra i ka dhënë një koncesion Belindës, ka qenë koka Spiro Kalit. Por këtu, si me Belindën, si me Spiro Kalin, ka marrëveshje. Rama nuk është Rama në luftë me njërin apo tjetrën. Rama nuk do asnjërin këtë botë, ti theksojmë gjërat. Por janë çështje biznesi këto, çështje marrëveshje dhe çështje pazarësh. Rama është i tredhur nga kjo Bela, nga Lubia. Është i tredhur totalisht. Të jap me sinqeritet. Tash do të shpjegoj pse është i tredhur Rama nga Lubia. Nuk ka të bëjë thjesht me çfarë disponon Lubia për Kaligulën, për Ramën. Problemi më i madh në këtë histori ka të bëjë me alternativën që ka Belinda. Pra këtu çështja nuk është çfarë ka Belinda për Ramën. Ka çfarë të dush ti. Si ta dush ti nga ta dush ti. Sa ka për Belindën, sa të dush ti. Problemi që ndonjë që Belinda po luan dy dur për kokë janë. Sepse situata e Belindës është përkeqësuar do përkeqësohet për ditë. Ti e dëgjove lajmin për 35 vjet. Po. 35 vjet bëhet fjalë që ajo ti ketë akuzat. Për shkak se ka përsëritur 7-3-5 herë. E nuk e di. 9 herë. Problemi që ky është vetëm maja e icebergut. Sepse ka shumë tjera vepra penale për Belindën, që siç e kemi mësuar nga Spaku me Erion Velin, ruhen në tavolin.
E dyta, siç ke miq, ke dhe armiq këtë botë. Në Shqipëri, kur është ajo brasaleta e famshme, si përgjohen gratë, dikush me përgjus, dikush me detektiv privat, shqiptari tha, unë dal poshtë pallatit, tha, shaj komshien lart dhe them, homi çka ke boti, me fjalë fyse. Dhe ajo nga i nati më thotë, unë jam grua e mirë, grua jote është kështu, e ka shku me filonin. Kështu e zgjidhet shqiptari. Koncepti që në këtë vend spionët janë pa lek. Me marrë vesh të këqijat e Belindës, është gjëja më e lehtë në botë. Kështu s'ka si sekret vëlla. Këtu të gjithë gjitha se i kanë bërë me demonstrim për treguar pushtet dhe forcë, që do këtë tendër do e marr unë se dua, dhe ti duhet të kesh frikë kur them unë dua, sepse duhet të tërhiqesh. Dhe si do bëjmë këtë, duhet të treguar pushtet. Pra kur ti bën një veprim mes qendve të biznesit, që do favorizosh dikë, ata tjerë duhet të kenë frikë. Po si do kenë frikë ata kur ti ke pushtet? Dhe pushteti i saj është demonstruar në nivel korrupsioni për të treguar atyre që rrini se di unë atë punë. Pra ne kemi të bëjmë si thosh me spion pa lek në Shqipëri dhe Belinda është për shkak të pozicionit që ka pas dhe kohës që ka pas, është bërë një nga gropa thithse të kush e di sa bizneseve në Shqipëri, në sensin e kompromitimit dhe korruptimit. Që do thotë, kur ti merresh me Belindën, ti e marr me shumë njerëz, nuk e marr me Belindën. E di sa është lista ke Belinda. Evelia ishte për fustanin e brekët e Ajoles. Më kupton logjikën.